Mitë të presim kronikën për të shkuar sërish në Ankara të Turqisë, ku në këto momente liderët janë duke hyrë në sallën e konferencës. Kemi pamje të kryeministit Edi Rama krah me presidentin e Turqisë Tayyip Erdogan, ku pas fotos familjare të liderëve pjesëmarrës, të cilën e komentuam edhe e pam, në këto momente janë duke u zhvendosur në sallën e konferencës, ku do të zhvillohen bisedimet për ditën e tretë të samitit të 36, i cili po zhvillohet në këto momente në Ankara. Ky është sekretari Mark Rutte, presidenti Donald Trump janë duke u vendosur në karriget e tyre pra përkatëse për të nisur pra agendën e bisedimeve. Pritet në pak qaste që të fillojë seanca e diskutimeve një agendë e gjerë, të cilën ne kemi komentuar, e kemi raportuar edhe me kolegët tanë, kolegun Gjemail Rexha, i cili na ka raportuar për këto 3 ditë të gjitha zhvillimet të këtij samiti, një samit ku në fokus do të jenë diskutimet si rritja e investimeve të shteteve anëtare të aleancës për mbrojtjen në kuotën e 5% të produktit të brendshëm bruto, por edhe në një moment kritik ku një Amerikë e cila kërcënon në momente të ndryshme aleancën që do të largohet dhe në një moment mjaft kritik për sidomos për vendet e Bashkimit Evropian, ekonomitë e tyre, ku duhet të përqendrojnë edhe të rrisin impenjimin e tyre në fushën e mbrojtjes dhe sigurisht të ulin varësinë nga kuota e suportit ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një moment kritik ku Evropa ndodhet në qendër të një konflikti me Ukrainën dhe Rusinë, por edhe në një konflikt në lindjen e mesme midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë sjellë jo pak pasoja, jo vetëm gjeopolitike, por edhe ekonomike për të gjitha ekonomitë e zonës Unionit Evropian dhe jo vetëm të Bashkimit Evropian. Shohim momentet ku presidenti Donald Trump është duke biseduar me presidentin turk Erdogan,